Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi khalaqa al-mauta wal-haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala rasulina Muhammad ibn Abdullah al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Allahun e falenderojmë, ai i cili është i vetëm dhe i pashoq. Allahun e falenderojmë, ata e madhërojmë, edhe vetëm prej të madhit Allah falje edhe rahmet kërkojmë. Allahun e falenderojmë që ka krijuar vdekjen e pastaj jetën, që t'i sprovon njerëzit se kush do të bën vepra të mira. Allahu është Aziz dhe Gafur. Në këtë ditë gjumaje i qojmë së bashku salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve ti dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm, ajetet e shumta në Kur'an kanë zbrit për t'i shëruar zemrën e njerëzve, edhe kanë zbritur ajetet për t'i udhëzuar njerëzit. Edhe zakonisht mesazhi i hutbës është mesazh që buron nga Kur'ani dhe Sunneti i pejgamberit alayhis salam për dertë dhe telashe dhe problemet tona. Por një ditë gjithë këto telashe dhe dertë të kësaj dynjaje përfundojnë me takimin e patjetërshëm, ajo është takimi dhe ballafaqimi me melaçen e vdekjes. Nuk i ka hik askush para nesh, se një hikim as ne, edhe çdo kush që ka shijuar jetën do të shijon dhe vdekjen. E Allahu në Kur'anin famëlar në suratul Mulk thot: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-haya", e kemi krijuar vdekjen dhe jetën. Ka përmend vdekjen, jo jetën, në fillim vdekjen, pastaj jetën, që t'ju sprovojmë juve se kush do të bën vepra të mira. Allahu është Aziz dhe Gafur. Mesazhi i hutbës është: a je gati mu ballafaqu me melaçen e vdekjes? A je në gjendje gatishmërie me vdek? Edhe në çfarë gjendje dhe pozicioni je i përgatitur me dhënë emanetin para madhnisë Allahut? Pyetje i baj vetit dhe juve: sa herë ka shku mrenja mrena ditës, mrena javës, mrena muajit, apo vdekjen du ta kujtojmë vetëm kur ta shohim një të vdekur para syve tonë? Prandaj mësimi më i mirë për njerëz të gjallë është me atë çka ke jetuar, edhe vizita e varreve dhe rikujtimi i vdekjes. A je gati për vdekje? Stacioni patjetërshëm, ne çdo ditë dëgjojmë për vdekjen e një nane, e një vllau, e një miku dhe ashtu me radhë. Prandaj frika e vërtet nuk është nga ajo që vjen në momentin e vdekjes, se kjo është proces i patjetërshëm. Frika më e madhe duhet të jetë çka vjen pas vdekjes. Vdekja është vetëm një moment. A mo të jetu 70 vjet edhe e ke harruar Allahun, atëherë edhe në momentin e vdekjes e harron Allahun. E ai që jeton me Islam, ai që jeton duke madhruar Allahun, edhe me ata do të vdesish duke besuar Allahun. Edhe nuk do të trishtohesh, la khaufun alehim wala hum yahzanun. Ata as nuk frigën e as nuk mërziten në atë moment kur vjen melaçja vdekjes me ta marr shpirtin. Bëhuni gati, të bëhemi gati, se kjo është momenti patjetërshëm. Stacioni patjetërshëm, nuk ka hikje prej saj, o vëllezër. Prandaj kanë thënë disa nga ulemaja, gatishmëria për vdekje arrihet vetëm se mesazhi, duke e rikujtu vdekjen sa më shumë. Duke e rikujtu vdekjen sa më shumë, të arrit dozën e imanit, të arrit dozën e namazit, e dashurijës, e frigës ndaj madhnisë Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka ibadet më të madh se rikujtimi i vdekjes, se rikujtimi i vdekjes ta shton energjinë për ibadet më shumë me bë. Njeriu bëhet gati për vdekje duke bë vepra të mira gjatë jetës së tij, edhe të jep forcë dhe gatishmëri për me vdek për Allahun tanë, që Allahu ta ka dhënë jetën dhe vdekjen, ta ka dhënë këtë jetë për ta fituar jetën e përhershme të ahiretit.
Friga e vërtet nuk është nga vdekja, nga momenti i vdekjes, por friga më e madhe çka më saj. Është një moment, e jep emanetin edhe në rregull, pastaj çka ndodh me ty. Është jeta e përhershme në të cilën njerëzit shkojnë ose në xhennet të përhershëm, Allahu nasip na boft. Ose në udhëvila për ata që s'kan besuar Allahun, ata shkojnë në xhehenem. Thot Zoti në Kur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt do të shijon vdekjen. E pastaj thot Allahu në Kur'an, dhe vetëm në ditën e Kiametit do të ipet shpërblimi për ata që besuan Allahun dhe ata që banën vepra të mira, e kushdo që shpëton nga zjarmi do të futet në xhennet dhe e ka arritur shpëtimin e saj, e jeta e kësaj botës është vetëm se një mashtrim. Xhamati i ndershëm, friga e vërtet është kur njeriu vdes është mërzi, të vdes nana, të vdes baba, të vdes vllau. Mërzia më e madhe është me përcjell dikan i cili ka jetu larg mëshirës dhe faljes Zotit. Ai i cili ka larg xhamisë, ai i cili ka larg Kur'anit, ai i cili ka larg hizmetit muslimanëve dhe familjes. Për këto do të më mërzit. Ama ata që kanë jetuar me shahadet, ata që kanë jetuar me iman, ata që kanë jetuar me besnikri ndaj Allahut, për ata mos u mërzitni. Sikur ata që i përcjellim edhe neve, dikush do të na përcjell neve. Prandaj, a je i kënaqur me jetën tënde, ti që po më dëgjon mu? A je i kënaqur me Allahun si Allah i vetëm? A je i kënaqur me Muhammed Mustafan? A je i kënaqur me Islamin? I çon durt. Islami nuk ka një moment, është në çdo moment me besu Allahun, në çdo moment me thu salavat edhe me ndjek sunetin e pejgamberit, edhe në çdo moment me jetu si musliman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dhe mos vdisni as sesi, vetëm se si musliman. Nuk du me zgjat. Ne kemi një rast vdekje, ku kemi xhenazën një nanë jona ka ndru jetë, nana e lirimit. E lutim Allahun nga ky vend i bekum, nga kjo shtëpi e Zotit në këtë ditë xhumaja, që Allahu ta mëshiron atë dhe familjarëve t'ia shton sabrin dhe durimin. Është proces i patjetërshëm dhe po përfundoj me një mesazh që ndoshta dikujt i ka ardhur në vesh, po e harrojmë. Njerëz në dynjat me sytë e tonë i shohim njerëz më të privilegjuar, njerëz që janë në pozita të larta, janë mbretnit. Një mbret në shtratin e vdekjes pile 3 manete. E para pi thot këshilltarëve të vet, unë jam në shtratin e vdekjes, në momentin kur vdes, thot mos e lejoni trupin tem ta prej kush pas se mjekt e mi. Edhe mjekt kanë më marrë më mqu deri te vorrët. E dyta, prej të shtëpia e deri te vorrët me këtë mallin tem, pasurinë me ari dhe argjend shtron e rrugës. Edhe e treta, në tabut, në arkival thot qit mi durt jashtë. U habitën këshilltar, thot çfarë po don me thon mbreti me këtë llaf? Mbret. Tha po du mi thon botës se nëse mjeku kujdeset për trupin tem, se në nalën vdekjen, se shpirti është në dorë të Zotit, kur don Allahu ta jep dhe kur don Allahu ta merr. Se ne kontrollon shpirtin, këtë dynjaja, këtë mjek të dynjas më qu ta nalmi. S'ka vlerë trupi jat, se bjen, kalbët, nuk ka vlerë nëse del shpirti pisaj, shpirti ka vlerë. E i tha mesazhit të dynjas, se mjekt janë kujdes për trupin tem, po se në nalën vdekjen teme. Tha mesazhi i dytë, pse më shtru me ari dhe argjend floriri, tha gjithë jetën teme harxova për këtë pasuri. Por jam të para momentit vdekjes, a jam gati për me vdek, që kjo ma ka marrë energjinë e udhëtimit për ka Zoti, e kjo nuk u mjet dozë të udhëtimit për në xhennet me shku, se se në marrë me vete. Dhe e treta, po dur të jashtë nuk të banë dobi asgjë. Bosh ke ardhë, bosh ke në me shku. Illa men ata Allah bi qalbin selim. Na ditë, jo me la tenfa'u malun wala banun. Na ditë nuk banë dobi as malli as evladi, vetëm se veprat e mira, zemra e pastër. E lutim Allahun e madh, që i madhi Allah azza wa jall neve të na banë të gatshëm që të madhrojmë Allahun, edhe kur dalim nga kjo botë, dalim me shahadet, duke thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ata që e besojnë Allahun, e madhrojnë Allahun, kanë me pas vdekje të mirë. Ata që e kanë ngajlen e vdekjes kanë me pas gatishmëri për me thonë shahadetin në momentin e fundit. Prandaj lutim Zotin e Madh që Allahu gjithë të vdekurit tanë Allahu të mëshiron, ndërsa neve të gjallëve Allahu të na mundson me përmend Allahun sa më shumë. Ta madhrojmë Allahun sa më shumë. Ata që e përmenin dhe madhrojnë Allahun kanë më kanë gjendje gatishmërie me thonë shahadetin në momentin e vdekjes. E lutim Zotin e Madh për udhëzimin e trive tonë dhe trejave tona. E lutim Allahun e Madh për vëllezërit musliman kudo që të jenë, Allahu t'i mbron nga dora e zullumçarëve. Allahun e lutim që ata që luftojnë për ngritjen e fjalës Allahut, Allahu t'i forcon. E lutim Zotin e Madh na pasuron me iman, me dituri të dobishme, me frikë, respekt dhe dalim faqebar nga kjo botë. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.